Allah, e kam bërë një halë do myta të lyp njerëzve borç, kur s'fomja. E më ka shku menja, subhanallah, a bëmë me thonë, Allah, o Allah, e pu me borç, përse jam halë të madhë, shka thuhet e? A veti mirë ki, ban me thonë, unë e kom një që ban me thonë, se di bash sakt, a ban as ban, se di be vla edhe unë, i që ku kana hoxha. Kurde? Që, hajde vej, Hajde vej, po. Selam alaikum. Selam. Sjerot, në mirë? Elhamdulillah, mirë. Zho, kështu, ki vllavi ma poni një pyetje. Ja poni tha, kam halë, kam leve, tha zikujnë ati kana, lipi ati, më kthejnë, më refuzojnë. Për shem, du me i lyp borç. S'u mjep për kush borç. Po më dëvosh me i lyp Allah i borç. Ose me lut Allah. Me lip Allahut borç. Allahut s'u lipet borç. Borxhi është cilësia e mangët, domethënë borxhi duhet më u kthy, apo ç'ish ja kthen Allahu borx? S'ki mundsi. Na tregon Imam Buhariu një hadith prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu thotë: "Fa idha sa'altumuhu fas'alu al-firdaws al-a'la, innaha a'la al-janna wa awsat al-janna." Thotë kur t'i lipni Allahut diçka, lipjani Firdausin, për shkak se është xheneti më i lartë dhe është xheneti më i mesëm. Me na kallzon neve se muslimani ja lyp më të shtrenjtën. Përderisa nuk koritesh Allahut me ja lyp Firdausin, nuk bën mu korrit me lyp në çështje të dunjas. Kjo është sa i përket borxhit konkretisht. Nëse po duam ju kallzu një rast tash që më kujtu, isha në Mekë edhe rastësisht nëpërmjet një shoku u takuam një hoxhës realisht, u takuam me një doktor, i cili doktor tash i ka spitalet e vet, është milioner, edhe nuk e punon detyrën e tij për shkak se tash është duhet me menaxhu ato bizneset e tij. Po na tregon një rast duke qenë pallatin e vet në Xhide, ku e ka pas pallatin, është bërë rahatësës natën, s'ka mujt me flet. Edhe sa e zën xhumi i del një ëndër se duhet me shku me kry një umre. Edhe thot me veten është hadithun nes, është tregim shpirtëror kështu. Për shkak se ato vazhdimisht kryen umre edhe fillon me flet prap, e njëjta ëndër i përsëritet, se duhet me shku në umre. Edhe tash e vesh ihramin prej pallat, e merr çantën, merr sapare me vete dhe del për me kry umrën. Arrin në Qabe para mesnatës. Edhe fillon me bë tavaf, edhe shkon te një vend i quajtur Multezem, mes gurit zi edhe derës së Qabës, quhet e vendi Multezem. Ka shumë ethere tregime se aty pranohet duaja dhe fillon me lut Allahun për çka ka punë Qabe, për çka e ka bën rahatësës që do duhet marrë në Qabe. E pranit atij dikush të lut të bë dua të madhe dhe kështu bindshëm për një borx të caktuar se i duan do parë. Edhe ky vetvete thot, tash po më tregon mu doktori vet, domethënë e kam dorës parë muhabetin. Po më tregon doktori se thot me vete, tash ky është, si me thonë, e din, njeh mu që unë jam doktor edhe kam parë shumë, për shkak kësaj më ka ofruar dhe ka fillu me bë duan pak më me zot që ta ndëgjoj unë. Edhe fillon me bë tavaf derisa ti rezoni sabahut, edhe aty i rregullon safat pak më herët. Thot jam ulën në saf duke prit ikametin me thirr, edhe prap i njëjti person mbrapa meje, duke bë dua shumë bindshëm. Sikur me përcjell. Çashtu, sikur me përcjell. Edhe i kthehet ki thot, çka të ka pru këtu, çfarë zori ki, kallzom të ndihmoj, hadin. Thot nuk kam asnjë farë zori dhe vazhdon me bë dua. Edhe kien dëgjon se këti i duan disa parë. Edhe e fut dorën në çantën e vet, edhe e jep çato parë çfarë sa i ka pas me vete. Çfarë që e. Ky personi i tretë tash i njeh parët, thot çka që ku kanë ndesh edhe fillon me shku. Tash këtë e han vetë më dash para as faleminderit as Allah që për bleft, apo din. Edhe thot o njeri, domethënë për çka s'un falenderon për parat që ti dhash. Thot mos ti lyp aty, thot jo. Atëherë thot unë e falenderoj që aty që ja kum lyp parë. Edhe po më tregon doktori thot një dua e sinqert i një personit më ka bën mua me dal pi shtëpisë time në Xhid e marr në Mekë, me ja kry nevojën e caktuar që ai ka pas. Edhe unë me shku në shtëpi ai me dal me nevojë të kryme. Çështu duhet me funksionuar me Allahun. Allahut nuk i lipet borx. Allahut i lipet me ta bë çarën hallin tan, e çish ta bën çarën Allahu e di. Allah është problem. Allah është problem. Amin ya Rab. Allah razı olsun. Selam alejkum.